Speciale e ditës. Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radios Singjallja. Ndodhemi në të dielën e dytë të Matheut. Në këtë të diel kisha jon ortodokse përkujton profeti Eliseun e ushqenar Nifonin nga Lukova e Sarandës. Ungjilli që lexohet në këtë të diel të dytë të Matheut është pikërisht ungjilli sipas Mateut, kreu 4, vargu 18 deri në 23. Në të dielën e sotme, shërbesat e zhvilluara në Katedralen Ngjalli e Krishtit këtu në Tiranë, të cilat edhe u transmetuan në valët e Radios Singjallja në FM 88.5 MHz, por dhe në vetë websajtin e Radios Singjallja, u kryesuan nga episkop Nathanaili, bashkë me shuan episkop pastje klerik të tjerë në prani të shumë besimtarve të krishterë ortodoks, të cilët ja kushtojnë këtë ditë adhurimit hynor. O Zot, stjerë shiri prekjeli, edhe shiko dhe vizito dhe regullo, këtë vrejshtën të cilën e kam gjellur, dora jote e djathtë. Lavdërojeni Perëndinën në shenjtorët e tij, lavdërojeni atë në vendin e shkëlqimit të fuqisë së tij. O Zot që durove kryj, dhe shkatërove vdekjen, dhe u ngjallë së vdekurësh, aq që sonaje jetën, si vetëm i tërfuqishëm. Lavdërojeni me zë trumpete, lavdërojeni me arpë dhe me kitarë. Duke lavdëruar dëngimin tënd të Perëndishëm të himnojmë o Krisht, lindet prej virgjëreshës dhe ishe i pandarë nga ti. Pësove si njeri dhe duke dashur durove kryq, u ngrite prej barit, si prej nusëroreje që të shpëtosh botën, o Zot lavdime ty. Do të lavdëroj me gjithë zemër o Zot, do të tregoj gjithë çuditë e tua. Dëgjo kur më rëmojë dashëse e jo dëjme
te Pilati, dhe të thonë ushtarët që të ruanin, ku janë vullat e varit, ku vendosi varosurit, ku shiti pashiturit, si u bot fesari, përse shpifnin gjalljen e të kryqëzuarit, o judej të palishëm. Unë gjoh, i liri ndër të vdekurit, dhe i fal botës për dëllimin e madh.
Dëgjuat pjesë të shkëputura gjatë shërbesës së mëngjesores psalur nga kori bizantin në drejtimin e Zotit Theodor Peci. E tani të nderuar dëgjues, ju ftojmë të ndiqni disa pjesë shkëputur gjatë liturgjisë hynore, shoqëruar nga kori mix i katedrales në drejtimin e Zotit Miltovako. Të si drejt. E jani ti falemi dhe ti biem dher këmbët Krishtit, shpetona, o i biri Perëndisë, ke u gjallë së vdekurë. Le ti lutemi Zotit.
Se i sen Dio Perëndia in dhe ty të drejtoj me lavdin, atit e birit e dhe shpirtit të sen tani e për herë. E në jetët të jetëve, Në këtë të diel të dytë të Matheut, në katedralen Gjallë e Krishtit këtu në Tiranë, predikimin e mbajti episkop Nathanaili, i cili kryesoi dhe shërbesat e kësaj të diele. Por për lumturi, leximi i sotëm i Ungilit na përshkruan zgjedhjen dhe ftesën të katërve nxënësve të parë. Dhe se Krishti përshkoi në gjithë Galilen, duke mësuar në sinagoga dhe duke predikuar mesazhin e gëzuar të mbretërisë shpirtërore, duke seruar nikojësisht çdo sëmundje. Duke ecur Zoti në bregdetin e Galiles, pa dy vëllezër Petron dhe Andrean, të cilët hidhin rjetën në det. Pikrisht në këtë moment, Krishti u drejtoi thirrjen e madhe dhe u thot: "Ejeni pranë meje dhe unë do t'ju bëj peskatari njerëzis." Dhe ata me njëherë i lanë rjetët dhe dokin Krishtin. Dhe duke ecur me tej Zoti, pa dy vëllezër të tjerë, Ioanin dhe Jakobin, bijtë e Zebedeut, dhe i ftoi edhe ata. Dhe të katërt, Petro, Andrea, Jakobi dhe Ioani, në të njëjtin moment dokin Krishtin, pa asnjë dyshim, pa anulim, por me njëherë, siç na informon Ungilor Matheu. Mund të kërkonin anulimin nga Krishti për ditën tjetër, sa të rregullojnë detyrimet e tyre familjare, por për Krishtin nuk e shtyn për me vonë. Në të njëjtin momentin, vendosen dhe i braktisën të gjitha, rjetat, barkat, anijet, atin e tyre, stepin, familjen, pasurin. Por përse dokin me njëherë, sepse fytyra hinore e Krishtit dha bita një tërheqje të fukisëm dhe djenë në shpirtin e tyre një fuki, si magnet që tërheqje afër atij. Pse i ftoi ata Zoti për xhenës të tij? Sepse si Perëndi zemërnjohes, pa dëshirën e tyre të brendshme të pastër, zemrën e tyre të pa dialezuar. Le të kujtojmë se na ndonin. Megjithëse se ishte i pashkolluar, Perëndia, për zemrën e tij të pa dialezuar dhe për besimin e tij të zjarrtë, e zgjodhi për të sfaqur udhëheqjes të madh të shkretëtirës për shpëtimin e shpirtrave. Si të bëjshin apostujt mësues të gjithë botës nga vetja e tyre? Kushti i parë e i domosdoshëm që të bëhet dikush predikues i të vërtetave të Ungilit është të djegë me gjithë shpirt Krishtin. Peskatarët e Galiles e dokin Krishtin me gjithë zemrën dhe shpirtin e tyre, dhe me dëshirë të zjarrt, mësuan pranë Krishtit 3 vjet të plota, me interesim dhe kujdes dhe gjyen me symdhenin e tij, pa çuditëra të pasfaqura me parë, dhe veprat e mësuesit të tyre. Kështu besimi dhe dashuria e tyre u forcuan me tepër. Përshtypje me të thellë u bëri jeta e përbishend e mësuesit të tyre, jeta e tij e pamakat, virtyta e pa arritshme dhe sembullin e tij hinore. Të gjitha tek ai ishin të shenjta, të përshosura, dhe në përputhje me ato që u mësonte. Të gjitha këto i lartësonin shpirtërisht dhe i përgatiten shkelkiesëm për misionin hinor dhe të lartë. Morën hirin e shpirtit të shenjtë. Nxënësit dhe apostujt e Krishtit u bën mësues të botës dhe i dha një formë të re njerëzimit. Realizuan një vepër njerëzore, e vetme në njerëzim, e pamundur nga çdo fuqi njerëzore.
u realizua absolutisht tek apostujt premtimi që u kishte dhënë Zoti. Unë do t'ju jap juve gojë e urtësi, se cilës nuk do të mund të kundërshtojnë as të rinë kundër gjithë armikët tuaj. Në ditën e Pentekostis, apostujt, pas drejtësimit nga Spirti i Shenjtë, me predikimin e tyre të zjarrt, solen në krishterim 3.000 njerëz. Pas pak ditës 5.000, me vonë kindra mijëra. Apostujt përshkuan në të gjithë botën e njohur të asaj kohe dhe përçuan krishterimin në të gjithë kombet. Kështu dhe me të drejtë thot apostulli Pavli se Ungjili u predikua në të gjithë krijesën. Të njëjtën thirrje na drejton dhe neve Zoti. Ejani pas meje, nafton të gjithë, pa ndonjë dalim. E drejtoj ftesën ime të ju njerëzit, çdo moshe, kulture dhe kohe. Dhe ju lutem, na thot Zoti, ju drejtohem juve njerëz dhe zerin im u drejtohet bijve të njeriut. Fjalët e Ungjilit janë zeri i Zotit. Predikimi ortodoks i fjalën finore është përsëritja dhe shpjegimi specifik i fjalës së tij. Ai që ju dëgjon me dëgjon mua, dhe ai që nuk ju zë përgje ju, nuk më zë përgje mua, vërtetoi Zoti. Me cilën mënyrë nafton Zoti? Nafton me Ungjilin e tij të shenjtë, me predikimin hinor, me ndonjë person, me një hidherim ose sëmundje, me ngjarje të pëlqyesme ose të papëlqyesme, me një sukses ose dështim të përpjekjeve tona, me një dhimbje ose përpjeci. Nafton me të gjitha mënyrët të dashurisë dhe diturisë së tij hinore. Të gjitha këto dhe shumë të tjera janë mënyrat me të cilat mësuesi hinor do të na heq mendjen nga gjëra e kota dhe të përkohshme të kësaj bote. Kështu me dëshirë dhe zel të kthehemi tek ai dhe ta pjesim. Çfarë kërkon nga mua, o Zot? Ç'duhet të bëj? Nuk nafton të gjitha për predikuesës të kombeve, siç bëri me xhenset e tij. Megjithëse edhe çdo i krishter mund të bëhet një predikues i vogël dhe apostoli i Ungjilit dhe të flasë për Krishtin, në familje, në langje, në punë dhe në çdo vend. Për ne kryesisht vlen pjesa e para e ftesës së tij. Ejani pas meje, ejeni afër meje, thot Krishti, që t'ju bëj të krishter besimtar, të përsosur, të përkushtuar, që t'ju bëj bi të atit tim qiellor, trashëgimtar të mbretërisë qiellore, të lavdisëm dhe të lumtur. Nafton nga mëkati në pendim, nga humbja në shpëtim, të mohojmë veten tonë mëkatare. Nafton Krishti. Lini jetën e botës, lakmia dhe korrupsionin. Lini jetën mëkatare dhe ejeni afër meje në kishën ime, që është arka e shpëtimit juaj. Por a e lëm jetën e padrejtësisë dhe të mëkatit me njëherë? Apo themi, javën tjetër do shkojnë të refehjem, kreshmen tjetër do kugohem. Nuk është i vonë. Vonë është, o i krishter. Kush me siguron se nesër do jetoj, dhe vitet ikin, vdekjet e frikson, vari pregatitet. Dhe ne, vazhdimisht, shtijim pendimin, refimin, kungimin hinor dhe kisesimin ton. Nuk largohemi nga mëkati i cili sel skaterimin e shpirtit dhe në drejton të gëzarin e ferit të përgjecëm. Po vllai imi krishter, a ka anulim në një tem aq të rëndësishme sa është shpëtimi i shpirtit? Le të mendohemi seriozisht që mos ta peshojmë dhe ne si e peshuan dhe 5 virgjeresët e mara të paravolisë. Mos të ikim të papërgatitur nga kjo jetë, pra jo anulim. Të djekim me njëherë Krishtin dhe kishën e tij të shenjtë, si apostujt. Të drejtojmë mënyrën e jetës dhe të kemi në mendjen Krishtin. Të presim veset mëkatare. Të studiojmë sistematikisht dhe vazhdimisht shkrimin e shenjtë, që të njohim mirë lindjet e shenjta të Perëndisë. Të marrim pjesë me ngjithë të shpirtin e misteret e shenjta dhe të shërbesët e shenjta të kishës e shenjtë të Krishtit, duke filluar nga pendimi dhe refimi
këtë se nderohemi shpirtërisht dhe me hirin kinor të rilindim shpirtërisht dhe të arrim spetimin dhe hyjnizimin e shpirtit. Amin. E në përfundim të shërbesës së liturgjisë hyjnore, episkop Nathanaili përreshoi gjithë besimtarët. Me paqe le të shkojmë. Le t'i lutemi Zotit. O Zot që bekon ata që bekojnë dhe shintëron ata që kanë besim në Ty, shpëtoj popullin Tënd dhe bekoj trashëgimin Tënd, ruaj tërsinë e kishës sate, shintëro ata që duan irshin e shtëpisë sate. Ti shpërblej ata me lavdim me anë e fuqisë sate hyjnore dhe mos na lër ne që shpresojmë Ty. Fali paqe botës sate, kishëve të Tua priftërinjve, udhëheqësve tanë, ushtërisë dhe gjithë popullit Tënd, se çdo dhënie mirë, çdo dhuratë e përsosur, zbret që lartë azi prej te atit të dritave, dhe Ty drejtojmë lavdin, falenderimin, adhurimin, atit birit edhe shpirtit shenjt, tani e për erën jetë të jetëve. Bekimi dhe mesire e Zotit, ardi për ju me hirën e ti hyjnore dhe në rindasin, kithne tani e për kerën e jetë të jetëve. Amin. Lavdime të Perëndis, presa janë lavdime të ti. Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë, tani e për erën e jetës. Amin. Mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot, dhe kohë krye Zoti shëjtë. Ai që u ngjall për së vdekur is Krishti Perëndia e unë i vërtet, me dërmetimin të zonë sonë të pacënore, i lindës dhe gjithmonë Vergjeresës Mari, me fukin e krikit e çmurat dhe të bërës, me mbrojtje të fukive, kielorit e çmurat dhe të patrup, dhe deruret e lavdërorit profet pararendis dhe pakëzorit Ioan, dhe apostëve të sendë dhe lavdërorit e kia dhe të përkanë në sinar, dhe atë i kërë sektorit Ioan Gojarë kërë pëshkollë, dhe kërëve të sendë dhe drejti i Akin dhe Anës, dhe një dhosë të 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 sendo Zoti Isu Krist Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Me uratat e krye Zotit tonë të shenjtë, o Zoti Isu Krist Perëndia ynë, mëshirona dhe shpëtona. E t'ju uroj juve të gjithë. Dëgjuat speciale ditës, përgatiti për Radio Ngjallja Kristi Xhaferi.